Xhemal, në një skenë që me pamje të parë duket si një aksident I thjeshtë, I derdh qëllimisht kafen mbi telefonin e këvëllçëmit. Ai reagon shpejt me ndjesë dhe justifikon veprimin si një gabim të pavetëdijshëm, duke I premtuar se do ta zvendësoj ose rregulloj pajisjen. Por qëllimi I tij është I fshehtë, të ketë akses në telefonin e saj për të kontrolluar informacionet, projektet apo komunikimet e saj, ndoshta edhe për të sabotuar diçka që nuk I pëlqen apo që e bën të ndihet I kërcënuar nga privatësia e saj. Ky veprim I tij është një tjetër tregues I sjelljes toksike dhe posesive që Xhemal po zhvillon ndaj këvëllçëmit, me tentativë për ta mbështjellë në ndikimin e tij, duke u shfaqur si I kujdesshëm, por në të vërtetë duke e kufizuar atë. Nga ana tjetër, Doha e shqetësuar mundohet të lidhet me nënën e saj, por pa sukses. Ajo I drejtohet Merit me sy të trishtuar, duke thënë: "Nuk po arrit të flas me nënën." Meri përpiqet ta qetësojë, duke thënë se ndoshta I ka rënë bateria, por brenga e Dohës është më e thellë. Babai I Girait ndërroi jetë dhe se këvëllçëm duhet të jetë e pranishme në këtë ceremoni varrimi. Pas lajmit të hidhur për vdekjen e babait të Girait, Meri ndje nevojën të veprojë. E shqetësuar për gjendjen emocionale të Dohës dhe mungesën e komunikimit me këvëllçëm, ajo vendos të njoftojë pemben. Ajo I afrohet me seriozitet dhe kujdes, duke ndarë lajmin e trisht. Pembe fillimisht befasohet, por reagimi I saj është I qetë dhe I vendosur. Pas një hezitim, ajo shpreh gatishmërinë për të qenë pjesë e ceremonisë martore. Për të kjo nuk është vetëm një çështje respekti, është një detyrim moral dhe fetar. Ajo kujton me ndjeshmëri se Girai ka qenë mysafir në shtëpinë e saj dhe kjo e bën praninë e saj në funeral edhe më të domosdoshme. Me pretekstin se do ta çonte për të rregulluar telefonin e këvëllçëmit, ai e dërgon diku ku mund të transferojë të dhënat, mesazhet, kontaktet, dokumentet e projektit dhe çdo informacion tjetër, direkt në telefonin e tij. Është një veprim I fshehtë dhe manipulues, I kryer me kujdes dhe pa lënë gjumë që mund ta tradhtojnë. Pasi ka arritur qëllimin e tij, ai kthen këvëllçëmit telefonin, duke u shfaqur si I kujdesshëm dhe I gatshëm ta ndihmojë. Ajo pa dyshuar asgjë, çuditet që pajisja është rregulluar kaq shpejt. Nuk e di që tani Xhemali ka në duar një dritare të hapur drejt jetës së saj personale dhe profesionale. E lehtësuar që telefoni më në fund funksionon, këvëllçëm lidhet me Dohën, aty mëson për lajmin e dhimbshëm, ndarjen nga jeta të babait të Girait. E tronditur dhe e prekur, I premton Dohës se do të jetë pranë saj në këto ditë të vështira dhe se do të marrë pjesë në funeral. Më vonë, ndërsa shkëmben dhe disa mesazhe me Merin, biseda shkon natyrshëm drejt emrit të Xhemalit. Është një përmendje e thjeshtë, por e mjaftueshme për të aktivizuar diçka të errët që po ndodh mbas krave. Pa dijenin e saj, Xhemali përmes të dhënave që ka marrë në telefon, është duke e përgjuar atë në kohë reale. Ai lexon mesazhet, ndjek bisedat dhe përpiqet të kuptojë çfarë po mendon apo planifikon këvëllçëm. Në një moment tensioni të heshtur, Gorkem shkon tek Firaz. Ajo e gjen në një gjendje të çrregullt, të dobët emocionalisht dhe larg çdo përgjegjësie. Firaz nuk është vetvetja, I zhytur në pasiguri dhe I larguar nga realiteti. Pikërisht, në këtë pikë të dobët, Gorkem sheh një mundësi për të vepruar, me një qetësi të ftohtë dhe syt tek qëllimi, ajo I propozon Firazit planin e saj. Një skemë e menduar mirë për të afruar atë me Nurseman. Dhe ky nuk është propozim nga zemra, është një lëvizje strategjike. Gorkem nuk flet për ndjenja, por për përfitime. E di që Firaz, në gjendjen që është, mund të bjerë dakord më lehtë dhe kjo e bën situatën ideale për të avancuar lojën e saj. I dërguar me qëllim nga fati, Gohkan hyn me ironi në zyrën e Omerit. Hapat e tij janë të sigurt, por qëndrimi ftohtë dhe përçmues. Ai sillet sikur të kishte pushtetin në dorë. Ai I drejtohet Omerit me një ton urdhërues, duke I kërkuar të firmos një dokument të dërguar me email. Nuk është thjesht një kërkesë administrative, është një përpjekje për të vënë në presion dhe për t'i treguar kush komandon. Ai I kujton edhe një fakt Omerit me një nënqeshje të qëllimshme, sa e vështirë është për të qenë mos I pranuar nga familja. Omer e ndjen provokimin, ai nuk bie në kurth. Me një vendosmëri të heshtur, por të prerë, I tregon Gohkanit derën, ai nuk do ta tolerojë këtë lojë.
E paqartë për qëllimet e vërteta që qëndrojnë pas, Doha vazhdon të qëndrojë pranë Girayit dhe Hevesit në këto momente të vështira. Ajo është aty nga ndjeshmëria, nga respekti për humbjen dhe për të treguar mbështetje njerëzore. Mirëpo, kjo prani nuk pritet me të njëjtën ndjeshmëri. Girayi shfaqet i ftohtë dhe i mbyllur ndaj saj. Ai nuk e kërkon kontaktin, nuk i afrohet. Sjellja e tij është krejt tjetër, e largët dhe e rezervuar. Ndërkohë pranë Heves, ai shfaqet ndryshe, ka më shumë butësi në qëndrimin e tij, një lloj ngrohtësie që Doha nuk e merr me. Kjo sjellje nuk kalon pa u vënë re. Doha e ndjen ftohtësinë, por nuk e kupton burimin. Ajo nuk e di se çfarë po luhet pas shpinës së saj, që planet televizjet janë vendosur me kujdes dhe ndjeshmëria e saj po keq përdoret. Pas përplasjes me Omerin në zyrë, Gokhan shkon menjëherë tek Fati. Ai përshkruan me detaje sjelljen e Omerit dhe mënyrën se si ai e nxorri jashtë. Fati i kënaqur nga ajo që dëgjon, pa hezitim, i thot Gokhanit se as ai dhe Abdullahi nuk do të kenë më lidhje me Omerin. Gokhan, pasi sheh se ka forcuar ndikimin e tij tek Fati, vazhdon më tej. Me një këshill dhe me qëllime të fshehta, i sugjeron atij të qëndrojë më afër Gorkemit, pra motrës të tij, duke u justifikuar me faktin se motra është Taxan dhe do kujdes më të veçantë. Gorkem shkon për të takuar Asuden, me një ton të kujdesshëm dhe një shprehje fytyre të përmbajtur. Ajo ndan shqetësimin e saj për gjendjen e Firazit. Ndërsa flet, ajo shtiret se gjithçka vjen nga dëshira për të ndihmuar, por në të vërtetë po ndërton një skemë të menduar me kujdes. Në mënyrë delikate, ajo e shtyn Asuden drejt një ideje, hapjen e një punishte të re. Një hapësirë e re pune që do të afrojë Nurseman dhe Firazin. Është një zgjidhje që duket ideale për Asuden, pasi ajo ka një vlerësim maksimal për Nurseman. Tensionet midis Abdullahit dhe Omerit vazhdojnë të rriten dita ditës. Marrëdhënia e tyre dikur e qëndrueshme është tashmë e ngarkuar me mosbesim, zemërim dhe distancim. Omeri, agravuar nga përballja me Gokhanin, i thot Abdullahit hapur se nuk dëshiron që Gokhan të shkel në zyrën e tij. Por kjo deklarat nuk pritet mirë. Abdullahi, i irrituar dhe i lodhur nga konfliktet e vazhdueshme, reagon me ashpërsi. Ai i përgjigjet me ftohtësi dhe vendosmëri. Nga ky moment e tutje, do të veprohet sipas dëshirës së Fatit. Me një ton ironik, Omeri kujton Abdullahit të bëjë punën e tij me profesionalizëm, një mesazh i qartë që sipas tij, vendimet e fundit janë të ndikuara dhe jo të drejta. Dhe më pas ai largohet, duke i thënë se në këtë kompani nuk do të ketë punë me askënd tjetër përveç tij.